Shikues të nderuar, ju përshëndes. Jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Kryeministri Edi Rama njoftoi hapjen e aplikimeve për skemën kombëtare 2026 në Albania dhe në Agropika. Me një fond prej 5.2 miliard lekësh, skema e re përfshin 12 masa mbështetëse, nga të cilat 9 janë masa direkte dhe 3 për investime. Skema e këtij viti synon të rrisë mbështetjen për fermerët dhe formalizimin e tregut bujqësor. Përmjeti nderoi 180 vjetorin e lindjes së Naim Frashit me një aktivitet të veçantë kushtuar trashëgimisë së tij letrare e shpirtërore. Në bashkëpunim me shoqatat kulturore dhe komunitetin Bektashian u promovua almanaku 100 poetët për Naim Frashërin, që sjell krijime nga autor vendas dhe të huaj. Gjirokastra mirëpriti edicionin e 5 të konkursit muzikor ndërkombëtar Tempo, i cili u mbajt për 4 ditë në kështjellën e Argjiros. Ky event i qendrës kulturore Gjiroklasika solli në qytetin e Gurt 170 fëmijë të rinj që konkurruan në disiplina të ndryshme. Nëpërmjet u zhvillua për 3 ditë Vjosa Fest, që solli muzikë ndërkombëtare, folklor dhe art bashkëkohor, duke e kthyer qytetin në një qendër kulture. Gjatë aktivitetit, bashkia nderoi pas vdekjes shkrimtarin Ismail Kadare me titullin qytetar nderi. Banorët turistë mbushën sheshe duke e bërë festivalin një moment të rëndësishëm për jetën artistike të qytetit. Ju njohim tani më gjërësisht. Kryeministri Edi Rama njoftoi hapjen e aplikimeve për skemën kombëtare 2026 në Albania dhe në Agropika. Me një fond prej 5.2 miliard lekësh, skema e re përfshin 12 masa mbështetëse, nga të cilat 9 janë masa direkte dhe 3 për investime. Skema e këtij viti synon të rrisë mbështetjen për fermerët dhe formalizimin e tregut bujqësor. Në duart e fermerit. Kryeministri Edi Rama njoftoi sot nisjen e aplikimeve për skemën kombëtare të mbështetjes 2026, një program i rëndësishëm financiar që synon të nxjisë prodhimin vendas dhe zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë në të gjithë vendin. Përmes një komunikimi në rrjetet sociale, ai bëri të ditur se aplikimet hapen që prej ditës së sotme dhe do të kryhen online në platformën Albania, si dhe pranë agropikave të bashkive. Ministri i Bujqësisë Andi Salla tha se kjo skemë vjen si rezultati një pune intensive me komunitetin e fermerëve dhe synon të japë një impuls të fortë për zhvillimin e sektorit. Së bashku krijuam skemën kombëtare. Është koha që të aplikoni për 12 masat mbështetëse. Me 25 maj hapim thirrjen kombëtare. Apliko. Skema e re përfshin 12 masa mbështetëse, prej të cilave 9 masa direkte dhe 3 masa investimi, të hartuara pas konsultimeve me fermerë nga çdo rajon i vendit. Me një fond total prej 5.2 miliard lekësh, ajo synon të rrisë përfshirjen e fermave të vogla, duke ulur pragjet minimale të përfitimit dhe duke ofruar mbështetje më të lartë financiare. Toka flet me ata që dinë të dëgjojnë. Ne dëgjojmë ata që punojnë tokë. Fermerët në të gjithë vendin kanë nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes 2026. Ministri i Bujqësisë Andi Salla bëri të ditur se programi synon të rrisë mbështetjen për bujqësinë dhe të lehtësojë pjesëmarrjen e fermerëve në të gjithë vendin. Ndjekim fjalën e ministrit Salla. Është i rëndësishëm që fermeri sot të krijojë dhe të përgatitet ndaj këtij sektori, duhet që ne t'i mbështesim me të gjitha mundësitë dhe potencialet që po krijojmë nëpërmjet bashkive, ku duhet investojnë në magazinim, në përpunim, në paketim, në certifikim dhe standardizim, si dhe të ndërtoj marrëdhënie të qëndrueshme me përpunuesit, por edhe me tregtarët edhe eksportuesit. Përmes SHBB-ve, fermerët mund të sigurojnë cilësi të produktit, të magazinojnë dhe të përpunojnë produktet, të negociojnë më mirë me tregun dhe të krijojnë më shumë vlerë në territor ku jetojnë dhe punojnë. Bashkia ruan një rol të rëndësishëm në këtë proces, ku ligji për qeverisjen vendore u jep bashkive funksione të qartë mbi bujqësinë dhe zhvillimin rural, duke përfshirë administrimin e infrastrukturës së ujit e kullimit dhe mbrojtjen e tokës bujqësore. Prandaj, bashkëpunimi nëpërmjet bashkive, fermerëve dhe ministrisë është thelbësor. Ministria sjell orientimin politik, mbështetjen teknike dhe lidhjen me skemat kombëtare dhe ndërkombëtare të financimit. Bashkitë sjellin njohjen e territorit, kontaktin e drejt për drejt me fermerët dhe mundësinë për të mbështetur modele konkrete në territorin në cilin ato kanë. Fermerët sjellin punën, përvojën,
produktin dhe vullnetin për të ndërtuar një bujqësi më të fortë. Prandaj ky model funksionon. Synimi ynë është që modelet e bashkëpunimit bujqësor të shtrihen më tej, edhe në bashkitë ku ka potencial prodhimi dhe përpunimi dhe tregtimi. Dhe ne do të vijojmë të mbështesim fermerët që bashkohen me bashkitë dhe angazhohen për modele të cilat ne po krijojmë. Sikurse edhe me fermerët që janë në këtë potencial dhe duan të jenë pjesë e kësaj mundësie që ne po krijojmë, duaj që nga sot t'i bëjnë një thirrje që të krijojnë mundësinë të aplikojnë, të bashkëpunojnë me bashkitë dhe të jenë pjesë e kësaj mbështetje që ne jemi duke krijuar një model të ri për të shkuar drejt jo vetëm Bashkimit Evropian, por edhe me modeleve më të mira ndaj tregut dhe uljes kostove deri nga 25 deri në 30%. Deputeti Vasil Lëllajo së bashku me prefekten e Vlorës Evisa Lushi dhe kryebashkiakun e Konispolit Erges Dule zhvilluan një takim në pikën doganore Qafbot me zëvendës kryeministrin e Greqisë Kostas Haxhidaqis, prefektin e Janinës dhe përfaqësues vendor. Palët diskutuan mundësinë që pika Qafbot Mavromati të funksionojë 24 orë, një hap që pritet të lehtësojë lëvizjen e udhëtarëve dhe të nxjisë turizmin e shërbimeve tregtare në të dy anët e kufirit. Ndjekim deklaratën e deputetit Lëllajo. Sapo përfunduam takimi me zëvendës kryeministrin e Greqisë këtu në pikën doganore të Qafbotës për ne, Mavromati për Greqinë, ku shtrua dhe u diskutua problemi i funksionimit sot dhe më tej i doganës greke për arsye të disa problemeve që ka pas në vitin që kaloi. U gjet një mirëkuptim i plot në bashkëbisedim me të, ishin prezente edhe prefekti Janinës, kryetarët e bashkive, deputeti zonës dhe së bashku me prefekten e qarkut të Vlorës, zonjën Evis që kemi këtu pranë, bashkë me kryetarin e bashkisë zotin Erges, të cilët dhe ne thamë fjalën tonë në këtë takim dhe besoj që nga sot e tutje jo vetëm që do përmirësohet funksionimi, por gjithë synimi jon është që të kthehet një dogan 24 orëshe duke bërë kështu të mundur rritjen e turizmit, të shkëmbimit të njerëzve dhe të tregtisë së lirë. Përmeti nderoi 180 vjetorin e lindjes së Naim Frashërit me një aktivitet të veçantë kushtuar trashëgimisë së tij letrare shpirtërore. Në bashkëpunim me shoqatat kulturore dhe komunitetin bektashian u promovua almanaku 100 poet për Naim Frashërin, që sjell krijime nga autor vendas dhe të huaj. Në qytetin e Përmetit u zhvillua një aktivitet i veçantë kulturor dhe atletar në kuadër të 180 vjetorit të lindjes së poetit kombëtar Naim Frashëri. Aktiviteti mblodhi personalitetet të kulturës, përfaqësues të pushtetit vendor, besimtar bektashin, shkrimtar, poet dhe pjesëmarrës nga të gjitha trevat shqipfolse, për të nderuar figurën dhe veprën e një prej ikonave më të mëdha të letërsisë shqipe. Poeti që punoi për aksionin e lirisë kombëtare i dha bukurinë shprehjes, urtësinë dhe vërtetën e fjalës shqipe, u ushtruar kështu në një lajm të shqiptarizmit. Edhe këtu, përmes poezisë shprehin dashurinë për gjuhën, për mëdhëun, për vlerat e kryesave të lindjes kombëtare. Sot kemi privilegjin të jemi pjesë e një lutimi poetik dhe kulturor për të bashkuar zërat e brezave, për të ndarë frymën e lindjes kombëtare që na lidh në të kaluarën dhe në frimëzohet me të ardhmen. Ky takim është më shumë se një poetik, është një vatër e dijes, të artit dhe shpirtit shqiptar, ku bashkohen zërat nga ato shqiptare dhe nga mbar bota. Me ndjenjë veçantë respekt dhe minjore jemi mbledhur sot në ditën naimiane për të përkujtuar 180 vjetore e lindjes si një prej figurave më të shpritura të kombit shqiptar, poeti, mendimtari dhe ritmindasit të madh Naim Frashëri. Naim nuk ishte vetëm një poet kombëtar i fjalës së bukur shqipe. Ai ishte një udhëfyll shpirtëror shqiptar. Në vajtjen e mendimin e tij gjejmë harmoninë midis fesë dhe ardheve, midis dashurisë për Zotin dhe dashurisë për njeriu, midis kursisë mistike dhe idealit kombëtar. Ai ishte biri i madh i Frashërit, darkë e vapër e kërkuar shqiptare, edhe spiritualitet. Naim Frashëri dhe vëllezërit e tij ishin dhe do të mbeten ikona të dashurisë, duke frymëzuar brezat. Sigurisht që ne përmetarët jemi krenar për këtë realitet. Vështirë të gjesh një shqiptar të madh dhe të vogël që nuk i di vargjet dhe emrin e Naim Frashërit. Rilitasi të madh që me fjalën e tij dha dritë mendimit dhe shpirtit shqiptar dhe që përkasin të gjendjes kombëtare që ka votruar ndërkohë.
i mësuar për prindërve dhe me dashurim për ardhellën, i edukuar nga baballarët e të qesë me ndjenjat e kulluara të devocionit ndaj krijuesit, por edhe ndaj gjuhës shqipe, ky dietar i madh do të spërfaqte më pas jo thjesht korpusin e veprave të letrare, por edhe vizionin e vendit ku lindi. Vepra e tij letrare mbajti pezull në frymën e saj gjenerate kur u krijua, sepse ishte orientuar nga vlerat më tradicionale të kombit, sepse bënte thirrje për zgjim përmes dijes, sepse ngrihej mbi dasit e importuara për relikjeve të religioneve që kaluan në Shqipëri, sepse u kujtonte të gjithë bashkëkohësave të vetë të ndiheshin krenar për origjinë e tyre. Atmosfera artistike u pasua edhe me recitime poezish dhe interpretime letrare nga shkrimtar dhe poet të pranishëm në aktivitet. Në nder të këtij përvjetori u promovua dhe libri antologjik 100 poet kombëtar dhe ndërkombëtar, një botim që sjell së bashku krijime poetike nga autor shqiptar dhe të huaj, si një homazh për frymën dhe trashëgimin që la pas poeti i madh. Ne jemi në ndërgjegje kombëtare, ne jemi në gjuha shqipe, ne jemi në vizioni, ne jemi në profecia e rrugës shqiptare. Edhe sot, pas 150 vjetësh, nga shkrimi i poezive të tij, më gjeni një redaktor që mund të redaktojë diçka nga Nënfrashëri. Gjuha e Nënfrashërit është gjuha e bekuar e shqiptarëve. Dhe shqiptarët ekzistojnë si kombë, lindin dhe vdesin vetëm tek gjuha e Nënfrashërit. Faleminderit. Në trup e shpirt mbart mandi për atë. Qatë a që dinë shumë dikur tje i ke kënduar, qëndroj para teje, dhe flasë me gjuhën e nënës. Të flasë me gjuhën e zëmrës që ti e gjuhën e të ëmbër e të klirë. Të the me kënarin e bijës e të nënës, që gjuhën tënde dhe time e ruaj akoma të klirë. Gjuha e mohuar, tashmë gjykon historinë, mali flet shqip, koha e dëgjon dhe kombi përgjigjet me zë të plot. Sa të ketë fjalë do të ketë dritë, sa të ketë dritë do të ketë adhe, sa të ketë adhe do të ketë njëri, kështu fjala fiton dhe Shqipëria e Naimit lartë rri. Thonë se lindë në Frashë, mes malësh e natyre praruar, me emër dritë të thirrën, dritë fatje bekimin. Atë ditë maj bilbilat ja dhanë këmbës si kushtrim. Për collin lajmin se lidhe ti, Naimi i vizeve e periode, me një dashuri sublime e më mëdhe në gjithë. Ti, djali kryelar të mendje dritur, mishëruar me dheun e veprat e tua si ti. Përmes këtij aktiviteti, organizatorët synojnë të përcjellin te brezat e rinj mesazhin e dashurisë për gjuhën, kulturën dhe vlerat kombëtare që Naim Frashëri la si amanet për kombin shqiptar. Me rastin e 180 vjetorit të lindjes së poetit të rilindjeson kombëtare Naim Frashëri, Biblioteka e qytetit të Gurtet çeli një ekspozit me krijimtarinë e tij letrare. Pjesë e saj ishin edhe libra kushtuar Naimit dhe veprës së tij. Ky 25 maj shënon 180 vjetorin e lindjes së atleetarit Naim Frashëri. Në këtë kuadër, Biblioteka Apostol Meksi në Gjirokastër ekspozoi në një kënd të veçantë të saj veprën e poetit të shquar të rilindjes son kombëtare, si dhe libra kushtuar jetës dhe krijimtarisë së tij. Biblioteka e qytetit të Gurt disponon të gjithë veprën e Naimit, e cila mbetet e kërkuar më së shumti nga nxënësit e shkollave dhe studentët e degës së letërsisë. Sot në kuadër të 180 vjetorit të lindjes së poetit të madh të rilindjes kombëtare Naim Frashëri, biblioteka ka hapur një ekspozit me të gjithë veprat e tij. Neve i disponojmë të gjithë veprat që nga vepra e parë Historia e Skënderbeut të vitit 1898 deri te veprat e fundit. Në ekspozit ka dhe libra të shkrimtarëve të tjerë që kanë shkruar për Naim Frashërin, siç është Recep Qosja me Porosia e Madhe, Karl Guraku që është shkrimtarët shqiptar, Sabri Hamiti me letërsinë moderne shqiptare. Naim Frashëri kërkohet nga lexues që e pëlqejnë krijimtarinë e tij dhe nxënësit e shkollave të cilët e kanë në programin mësimor. Sigurisht që vinë edhe studentë nga universiteti që janë në degën e letërsisë, që kanë provimet e diplomës dhe kanë studime rreth tij.
Naim Frashëri ka lindur në 25 maj të vitit 1846 në Frashër të Përmetit dhe ka vdekur në Stamboll në 20 tetor 1900. Ai ka qenë në punës dhe intelektuali perandorisë osmane, poeti më i madh i rilindjes kombëtare, hartues tekstesh, përkthyesi i parë i pjesëve të Kuranit në gjuhën shqipe dhe veprimtar i shquar i arsimit kombëtar shqiptar. Shihet si nismëtar i letërsisë shqiptare dhe një nga ikonat kulturore shqiptare më ndikuese të shekullit të 19. Kontributi i tij numëron 22 vepra të shtrira në 4 gjuhë, duke filluar me turqishten, persishten, greqishten dhe shqipen, si gramatika gjuhe, tekste divulgative, shkencore, arsimore, përkthime dhe krijime origjinale. Gjirokastra mirëpriti edicionin e 5 të konkursit muzikor ndërkombëtar Tempo, i cili u mbajt për 4 ditë në Kështjellën e Argjiros. Ky event i Qendrës Kulturore Gjiroklasika solli në qytetin e Gurt 170 fëmijë të rinj që konkuruan në disiplina të ndryshme. 170 fëmijë të rinj nga Shqipëria e Kosova mblodhin në edicionin e tij të 5 konkursi muzikor Tempo, zhvilluar në kalan e qytetit të Gurt. Ata konkuruan në 6 disiplina si piano, violin, violonçel, kitar, filharmonik, muzikë dhome, duke dhuruar emocione me interpretimet e tyre. Jam shumë i gëzuar që kam fituar çmimin e Atë Musa. Kjo era 2 që po vi. Ama era por që fitoj çmimin e Atë Musa kësaj here, kam marrë pjesë në vitin 2024, është emocion shumë i veçantë për mua. Jam shumë e gëzuar dhe është viti i dytë që përfaqësohem dhe nuk kam fare emocione. Shumë kënaqësi që konkurroj këtu. Kam konkurruar sot në treg, kam fituar çmimin absolut, tash do konkurrojmë për finalen, për çmimin final. Jam shumë i lumtur. Shpresojmë të fitojmë. Eksperiencë shumë e veçantë këtu në Gjirokastër, në kalonin e Gjirokastrës. Të marrësh pjesë në konkursin Gjiroklasika është një lloj ndjenje shumë e mirë, se të jep mundësi edhe për me shpreh veten, me dalë në koncerte të ndryshme, se të jep mundësi të ndryshme nëse je finalist ose ke fituar ndonjë çmim special. Mbrëmjen e së dielës në natën finale, juria e përbër nga 15 antar, muzikantë të njohur nga Shqipëria, Kosova, Italia përzgjodhen edhe fituesit. Sa po përfundoi finalja e madhe e edicionit të 5 të festivalit Gjiroklasika dhe koncertit internacional Tempo, ishte një mbrëmje magjike me shumë surpriza, me shumë çmime, fëmijë shumë të talentuar nga gjithë Shqipëria dhe jo vetëm nga Kosova, nga Prishtina, morën pjesë në këtë edicion. Morën pjesë rreth 170 fëmijë në të gjitha disiplinat, siç janë piano, violin, kitar, violonçel, muzikë dhome, dhe si vjet kemi shtuar dhe një disiplinë të re, fisharmonikën, e cila u prit shumë mirë nga të gjithë. Spektatorët e mirëpritën këtë koncert, ngelën mjaft të kënaqur, kishte shumë surpriza, kishte gjëra shumë të bukura. Fëmijët të cilët ishin sot finalist, nuk janë thjesht finalist, po janë artistët e rinj të skenës shqiptare, janë artistët të cilët kanë fituar një përvojë artistike këtu në këto skenë të magjishme të kalat të Gjirokastrës. Konkretisht, trofeu në violin Ibrahim Madhi u fitua nga Elton Sylla Prishtinë, trofeu në piano Margarita Kristidhi u fitua nga Zeta Koça Tiranë, trofeu në kitar Atë Musa u fitua nga Ledion Halitaj Prishtinë. Trofeu në filharmonik Agim Krajka u fitua nga Rafael Gura Tiranë. Trofeu Gjiroklasika nga Tiziana Gaudino, Najada Sulollari, Izabel Haxhiu. Violonçelistja më premtuese nga ky edicion u shpall Jora Gashi Prishtinë. Në gjithë këto ditë interpretimet e konkurruesve u shoqëruan edhe nga koncertet artistike të festivalit Gjiroklasika, ku këtë vit ishin të ftuar artistë të rinj që në vitet e mëparshëm kanë qenë pjesëmarrës të rregullt të konkursit Tempo. Nëpërmjet u zhvillua për 3 ditë Vjosa Fest, që solli muzikë ndërkombëtare, folklor dhe art bashkohor, duke e kthyer qytetin në një qendër kulture. Gjatë aktivitetit bashkia nderoi pas vdekjes shkrimtarin Ismail Kadare me titullin qytetar nderi. Banorët turistë mbushën sheshe duke e bërë festivalin një moment të rëndësishëm për jetën artistike të qytetit.
Vjusa Fest ka qenë festivali 3 ditor që është organizuar nëpërmjet fundjavën që sapo lan pas duke shënuar eventin e parë kulturor në këtë qytet. Në të 3 mbrëmjet e këtij festivali ndërkombëtar janë sjell zëra e tinguj të veçantë duke i shndërruar mbrëmjet e përmetit në epiqendra të artit dhe emocioneve të veçanta. Muzikë nga skena ndërkombëtare dhe shqiptare u takuan në të 3 mbrëmjet në qytetin e përmetit. Në këto net u përjetuan emocione të veçanta nga emrat e dëgjuar të muzikës shqiptare, asaj kontemporane, folklorike dhe klasike. Ajo çka e bëri të veçantë një prej mbrëmjeve të këtij eventi që shënon edicionin e dytë ishte vlerësimi me titullin Qytetar nderi pas vdekjes për shkrimtarin e madh shqiptar Ismail Kadare. Ka qenë iniciativë e Këshillit Bashkiak të Përmetit që të vlerësoi Kadaren me këtë titull të lartë. Këshilli Bashkiak i Përmetit me vendimin numër 23 të atetit 3/3/2023 i ka akorduar titullin Qytetar nderi i Përmetit Ismail Kadares si që një njohje dhe respekti të tem për gjithçka që i dha kulturës shqiptare dhe identitetit tonë kombëtar. Sot sigurisht kemi emocion që përmes vajzës së tij t'ia vlerësojmë këtë vlerësim në qytetin tonë. E dashur Mesiana, pranëja juaj nëpërmjet na nderon jo vetëm si bie e një prej figurave më të mëdha të kombit tonë, por dhe si çdo dinjitoz i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Me përkushtim dhe punën tuaj si ambasadore e UNESCO-s, ju keni kontribuar në promovimin e kulturës. Përmeti është një qytet që njeh vlerën e kujtesës dhe të kulturës dhe ndoshta pikërisht për këtë arsye ky titull ka një domethënie të veçantë. Përmeti i Vjosës, i trëndafilave, i vlezërve Frashëri, i sazeve dhe i usta Laver Bariut, qyteti mikpritjes, i glikove, i kuzhinës së mrekullueshme dhe i dollive që zgjasin më shumë se darka vet. Kadaria lindi në Gjirokastër, por imagjinata e tij letrare u ushqye nga historia, mitet dhe zërat e gjithë Shqipërisë. Vjusa Fest ka mbledhur me qindra banor të Përmetit dhe zonës përreth, por edhe turistë të cilët kanë vlerësuar këtë aktivitet që vitalizon kulturën vendase, por dhe shton frekuencën turistike. Nga ana e tij, organizatori i Vjosa Fest, Bledimane, bën të ditur se Vjosa Fest tashmë po fiton mjaft popularitet tek banorët e Përmetit, aq shumë sa që kanë sfiduar edhe kushtet atmosferike në këto ditë, duke dalë dhe u shndëruar jo vetëm në spektator, por edhe pjesëmarrës në të. Edicioni i dytë i Festivalit Ndërkombëtar Vjosart nis rrugëtimi nga Përmeti. Këtë vit kemi gati 200 artistë nga vende të ndryshme, natyrisht dhe artistë përmetar dhe shqiptar. Është një edicion special sepse i kushtohet mbrojtjes së mjedisit dhe ndërthurjes me artin dhe kulturën. Mysafir special të këtij edicioni, siç po e shikoni pas shpinës time, është grupi i njohur Shkodra Elektronike. Kemi pasur ekspozit pikture, kemi pasur skulpturë, kemi pasur folklor nga Përmeti, nga minoriteti grek i Tropullit. Do të vazhdojmë me muzikën klasike dhe kulmi ishte dhënia e Qytetar nderi, këtij titulli të lartë Ismail Kadares nga Bashkia e Përmetit. Vjosa Art është festivali i parë i këtij lloji që organizon edicionin e dytë këtë vit në qytetin e Përmetit. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë mirupafshim.